A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sonte dhe vazhdojmë dersin Sewadul A'zam, që e nisëm mirë, 2 javë me rend të lexuam, ma pa një ndërprerje bëhet, ani ftesë që ku shkum ders dhe kun tjetër, a i javën tjetër ma pa një punë, e ne qashtu bëhet kur nuk e bëjmë datën e caktume. Këtë qitap unë sune rezikoj të thëmë që këtë datë, që këtë sahat, gjyna të vejnjën e ju mapa, ama është një liber shumë i nevojshëm, me lejnë Allahu dhe qëmë deri në fund, ma pa që kam bënë gëzoj dënjerë në gjdo, si thotë Allahu Ta'ala, për juve duket shërë ama del khajrë, shif duket një shërë, më hikën disa javë, së ne mbajtëm këtë ders, disa vetëm kanë thonë. E në përsfundi gje par gje, tu marë abdes, që këtë e mendojsha. E i mbet e i liber në gjysë, e në mas 10 minutave një mesazh mërtë. Hoxho, të lutem be vazhdoj se shumë dersi ma e rishte. Për një vlau musliman. Këto e një sharete në jetën e hoxhadarve. Duhet t'i lexosh ma e këto i sharete. Kur nuk i lexosh ma e risharetet, ma pa përfundojsh në do gjonja. Apo? Lloj-lloj isharete kanë këtë dinja, ka të mira, të këqija. Duhet pak me i lexuat. Allahu na dhash teufik, na dhash sukses ta çojmë deri në fund këtë kitab. Flitet për akide, si duhet me i besu, do me thënë sipas akides së ehli sunnetit. Dhe dersi i dytë që e mbajtëm herën e kaluar ishte se imani nuk ndahet, xhuza nuk coptohet, çka që i besoj, çka që nuk i besoj, nuk thuhet. Sharteve të imanit gjithë dhe i besojmë, dhe më në fund tha, as inshallah nuk duhet me thonë. Do me thonë, i besoj Allahit, inshallah, nuk. Jo musliman, inshallah, jo. Se inshallah i do thoshte istithna në gjuhën arabe, do me thonë me përjashtau. Vazhdon tash Hakim me Semerkandi dhe librin ati të lezojmë. Wa haqiqatul imani, thot. Haqiqati i imanit, realiteti, qka do thot iman me besu, dhe sidquhu, qka do të thot me e pranu, me aprovu, do të thot en tuqirra bilisanike, ta pranojsh njerë, ta shqiptosh me gjuh, dhe tu saddiqa bi kalbike, dhe këtë që e thush me gjuh, me i besu me gjithë zemër. Ma pa me i besu Allahut, amen tu billahin dhe numroje, që është vajibul vujud, me i besu me lajqeve, me i besu librave, me i besu pejgamberve, me i besu ditës së gjykimit, do me thënë kiametit, dhe me i besu ringjalljes pas vdekjes, sigurisht edhe, do me thënë ringjallja pas vdekjes me kiametin shkojnë bashkë, dhe funta me i besu caktimit të Allahut. Khejri e në sherri është nga Allahu. Që kjo do thot iman. Tash edhe njerë kitë bashkë të thumë se tu e shikun liber, hupet koncentrimi. Amen tu billaj njerë arabisht dhe e bëjmë përmenç. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khayri wa sharri min Allah ta'ala wal ba'thu ba'da al-mawt haqqun ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ka duhet përmendsh ta dish. Wallahi duhet ta dish përmendsh më njëherë mas Fatihas, e neni inna atajna kullu valla sa për pat namaz, që këtë duhet ta dish përmendsh. Normalisht duhet ta dish edhe çka thush që ti besojsh se njeri duhet t'i dije pa t'i besoj këtë në punë. E ku t'i dije? Në që këto derë se dimë se në këto gjë. Ta është t'i përthejmë nga një. Amen tu billahi. I besoj Allahut. I besova Allahut. Ve me laiketi, me lajqeve të ti. Ve rusuli, pejgamberve. Ve kutubihi dhe librave. Këtë librave i besojmë. Suhufeve që i kanë zrit pejgamberve, i besojmë. Mapa, ve ljeumil akhiri, do me thanë, rimgjalljes pas vdekjes dhe që do japim hesab botën tjetër, wa bil qaderi dhe caktimin të Allahut, khajrihi ve sherrihi min Allahi ta'ala. I besoj se edhe khajri, e në sherri, jën nga Allahun. Qfar aspektin nga Allahun? Nga aspekti i krijimit, Allah i nuk ta don sherrin. Zoti na rujt, u sprovum me smundje, vdiq dë një afërm. Kush e krijoi këtë situatë bëhet fjalë? Ne si besojmë? Allahu ta'ala xhella xhelal. Tamam. Ose muslimani u mashtru, shkoj përdori lëndë narkotike. I bleu në për markete ato letrat gji, ku edhin bështel kanë, ku edhi qka. Sot e mora vesh, 32 vjeti kam. Sot e mora vesh. Interesant. Allahu e rujt këtë rinin tonë.
Madje dënjerë kina hasen asi muhabete, habe hoxha natural jon, Allahu e ka kriju, për në derin Allah e ka kriju. Tamam. E në raushi kur fermentohet çat Allah e ka kriju. Ka që Allah i pejgambert në mësojnë neve qka o halat, qka o haram. Kullu muskir haram. Çdo gjë që ta merr mendjen është haram. E në çato marijuana, jointa, mojnta që i thunë, kitë çato janë haram. Tamam. E tash Allah ta mundsoj ama ta bësh atë bela, kush e krijoi këtë situatë? Allahu Teala. Kjo është sherr. Një gjalirit pije raki ose drog është sherr, ama kush e krijon këtë situatë? Allahu Teala. Këtë aspekt e kimi, apo? Linja rahat hiç, mos u asoj. Këta u duhet tini rahat, mos u asoj. Mirë. Pastaj, si besojmë ne? Wal jannatu wan naru haqqun. Jannati dhe xhenemi janë hak, ekzistojnë. Wa huma makhluqatani al-ana dhe edhe tash këtë moment mama i rot ndjem këto me seriozitet, se o vend shumë i vogël, çdo lëvizje e vogël mi merr mend. Mama lishoj kamët, lije rahat gjallit. Wal jannatu wan naru haqqun. Jannati dhe xhenemi janë hak dhe ekzistojnë. Edhe tash këtë moment bile janë të krijuara, ne kështu besojmë. E ne kështu është e vërteta, ne pse besojmë kështu. Kështu është e vërteta. Xheneti edhe xhenemi. Tash për tash janë të krijuara hazër. Këtë kitapet e akides tonë ehli sunnetit, kështu kalon. Dhe thot në sherh, në komentim, për këtë na mjafton ngjarja e Hazreti Ademit se ekziston xheneti. Apo Allahu Taala prej ku e nxori atë? Nga xheneti. Sot do dëgjoni muhabete, pralla mbas darkë kështu, çaj tupi muhabete pa lidhje. Para Ademit ka pas njerëz. Apo e nxori nga xheneti, nuk do të thotë ai xhenet ne që e dim, po një baf që ka qenë ku e dikut ka Sri Lanka dokon. Si muhabete plot dëgjoni. Derisa është vakti internetave, TikTokave dëgjoni. Nuk ka vakti i kitapeve sot o xhamat. Nuk ka vakti i kitapeve sot. Nuk lexojmë neve kitape. Ta shtim dorën në zemër. Kur për sfundi e kina marrë një liber të lexojmë? Kur për sfundi e kina marrë? Ja. Hoxha lexoj, Jasinin e lexoj. Jasinin e lexoj të itet, apo, xhumat prama. Hat me bëj. Abe këto e një ibadete, o loqë, këto nuk i mohoj. Allah i t'i shtoft se vapet i ibadetet. Ama gjilexove be pak për të ashtu dijen. Gjilexove. Ku e harxojmë kohën? Me shikuat screen vorgjua jo në Samsung, iPhone i gjitha qëtë. Si tha Abia, para do dite një musliman shumë i mirë, tha, që kjo u bo sebeb të msheli TikTokin, hoxha. E kontrollova screen time, si i thunë qasaj, kur e pash për një javë, 2 ditë më kanë shku në ekran. O gjemate, i qka thot brenda 7 dite, 2 ditë të shkojnë në telefon. Që ato 2 ditë taj, pandërprer, 48 saat me lezu libra, e si të shile traunive, e sa mirë mund të logikojsh të mendojsh, ma pa dë marish dë një vendim në jetë, dë të më teket dë një sugjerimi ati alimit, me atë dhe bëjsh atë veprim, atë thujemin vendim në jetën tande, shpëtojshen e dinja në akhiret. Ne nuk lezojmë libra. Pse s'lezojmë libra, në TikTok dhe dale, del një turk, diktohet se, këto teshki qafir. Që këto muhabete i qelë shpesh. Pin TikTok. Me efekte. Rejnë shpajnë e vetë, ama më bas efekte. Me efekte, do në fen islame, dua prishe dhe dva helmoje të rive. Do me thanë, që kjo është imani. Amen të billajnë e thamë, dhe ve kullu ma gja e bihi Gjibrili a.s. Dhe gjithë shka që ka sjell Gjibrili a.s. Tama. Ve të kirru be gjemi i dhalik dhe këtë këto, edhe ti shqiptojmë. Do me thanë, si besoj për në zemër, se Gjibrili a.s. ka ardhë dhe i ka thanë pejgamberit, ti e pejgamber, dhe ja ka lexu që këto ajetet, ma pa pejgamberi ja ka shqiptu sahabëve, si ajetet kuranore, po ashtu edhe hadithet, dhe duhet me shqiptu ne, edhe këshu besoj. Tama. Që kjo e iman? Ta shqiptojshën e me gjuhë, njëtën kohë me i besu edhe me zemër. Mirë. Wala taqulu insha Allah dhe mos thuaj insha Allah. Që, këtu vazhdon tash tema. Kur di thush këto i besova, nuk duhet me thanë insha Allah. Neve pse jemi
pi ditën e parë, shqiptari i parë që ja bo musliman, pse ka qenë Maturidi, te ne nuk është sikur e nevojshme me e fol pak këtë temë, apo. A e keni ngju ndonjëherë pi hoxhallarëve këtë mesele, nuk duhet me thonë, më si e thuj shahadetin, ose i besoj Allahut, e nuk duhet me thonë inshallah, vetëm se kena thonë asnjëherë. Pse? Se shqiptari i parë që u bo musliman ishte Maturidi. Ma paj e boni gruan e vetë muslimane, e boni gjallin e vetë, nipin, stërnipin edhe neve sot jemi musliman. Çfarë musliman është neve jemi sot? Musliman Maturidi. Se këtë temë neve nuk e kemi diskutu asnjëherë. E në navi alist çudi pak thuish, jom musliman inshallah. Sikur dyshosh apo inshallah jom musliman apo na lavdrojnë neve. Hoxho taj më i marr i thon inshallah është ndrit, më teken veprat e mia. Më teket kjo zemër që nuk u pastrua. Sa një hoqëm do këtë lidhje në zemër, nëse hoxha ka 10, xhamati ka 10 milion xhamat. Nëse një njeri në xhami ka lidhje në zemra që si vyn, as në dynja, as në ahiret, xhamati ka shumë më shumë. Nuk e thom këtë për haram. Se di, Allah i na rujt nëse kina do një lidhje haram në zemër, ti pastrojmë, ama e bëjni hesap, apo? Nuk. Atë xhamati për aty në 10 milionave, një 1 milion lidhje mund t'jenë edhe haram. Kur thom lidhje, nuk shoh femën lidhje, a feja o vllai për hajër t'ja bëjmë, nuk si lidhjesh, apo inshallah e në qerët që s'janë të asoj. Kësi lidhje janë të mira. Lidhje në zemër ke, apo të kujtohet gjali. A ka diçka për të hangër send. Këto nuk i kam për këto. Këtë lidhje kemi. E tash besoj se edhe xhamati i ka. Sa paren që ta jep Allahu duhet kish kujdes pa ku e harxhosh. Po xho marr vendin vikend dal, tamam, dil në vjet një herë, 2 herë. Çdo vikend nëse dalish 200-300 euro të harxhosh, ku e di? Pa keq kuptime tash. Në mal, shëtitje, ndeti, andej, këndej. Shumë lidhje ka ajo zemër. E në çdo lidhje është një perde. Një perde 70.000 vjet me punu ndoshta s'e kalosh. Që bohesh hosh prapë s'e kalosh. Nëse kthehemi në temë tash. Nuk duhet me thonë, jam musliman, inshallah. I besoj Allahit, inshallah. I besova pejgamberit, inshallah. Sepse thot, fendhur ente e juhel mukhalif. O ti që besojsh se mund thuhet inshallah. I dha kulte ene mu'minun inshallah ta'ala. Ma dha kulte. Mendohu mirë. Kur thuish, unë jam besimtar, inshallah, mendohu mirë çka ke thonë. Sepse, një njeri nëse thot në gjuhën perse, Huda hest, inshallah, Huda është Zot. Hest, est, është, Shqip. Shqip është. Ska dvaje, jo, nuk do të vije. Zde vaje të to varqe. Ska dvaje, jo. Ne ma da dojda, jo maqidonisht. Ska dvaje. E tash, Huda hest, inshallah. Zoti ekziston, inshallah, me thonë dëkushi. Ose, fereshtekan, we gjinan hest, me lajqet, apo i gjinet hest ekzistojnë, dhe me thonë, inshallah, rast khist Buda, inshallah, bude, që bide, bude, persisht. Rast khist kiameti. Buda, nuk ashtu. Buda, inshallah e lexoj mirë. Se edhe ky myftia që e ka shkruajt këtë komentim, mapa do thosë se mos mazim për të madhe, unë nuk di persisht. Nuk do mund t'i komentoj këto fjalë. Hakim Semerkandiu që e ka shkruajt këtë libër, ai ka ditë persisht. Stërgjysh jem ka ditë persisht. Hoxhallarët e vendit tu që kanë jetu, shumicat kanë ditë. Pa tjetër, arabisht, persisht, Osmanli Xhezetën si gjuamtare ka qenë, Shqip kanë ditë se kanë qenë shqiptar, helbet për dëni kojshiu maqidonisht, kohët e fundit të perandurisë Osmane, frëngjisht kanë ditë, dhe ta kanë nxjerrë moshën 13 vjeçare, 14 vjeçare, një fëmijë me 6 gjuhët më të mëdha botnore, veç kinezisht nuk kanë ditë. E në atë mon e hije vetë në ta mësoja, më gji. Që ato që thunë në lanë në bas neve, me 6 gjuhët të kanë nxjerrë. Persisht të flasisht do të thëtë, kitë Azina ndej. A i vajnë Azia? Nuk. Ku i vajnë? A i vajnë Azia, po. Arabisht zate nuk diskutohet, me kitë botën mund të lasish. Osmanligje do të thot gjimca e botës në atë vakët. Ja.
Kiameti do ndodhe inshallah, me thanë këshu një njerin gjuhën perse, ulemat kanë thanë jesiru kafiran bëhet kafir. Se kjo t'inglon si kur kje dyshim nuk e dish 100% do ndodhe. Neve nuk e dim javën qetër a dhe jemi gjallë, në tim thajrisht me vlut, thajrisht synetien e gjallit e nejpit, e në thomë dëvej inshallah, se nuk e di a do ndodhe. Shef, inshallah ne përdorim për gjëra që nuk e dim fiksa do ndodhe. Në te thush kiameti do ndodhe inshallah. Shef, t'inglon keq. Allah i ekziston inshallah. Gjuhët e huja, kur e thush, bëhet qufër, thujnë ulemat. E thotë, më falë, unë nuk di persisht, nuk e di bashmir çka ka dashthose alimi me këto fjale. Po thot ilmi vërtet është në gjuhën arabe, e thot ne rruga jonë është gjuha arabe. Mirë. Atëherë thot, me që nuk është xhaiz me i thanë këto fjalë në gjuhën perse, nëse gjuhën perse edhe turke, edhe shqipe, edhe rome, edhe japoneze, edhe çdo gjuhë të botës. Atëherë nuk do ishte xhaiz me thanë edhe në gjuhën arabe. Mendu mirë, thot. Ela tera ila vujuhil ahkam. Hajtë tash t'i shojmë do mesele, do hukme të fikut. Leu enne rajulen, nëse një person i thot gruas së ti, enti talik. Plash. Ta dhash një talak. To të i harojsh, të i u fejove, të i duhet fjalët e mira ti kujtojsh, apo? Enti mëcësh. A bash sot, ne që jemi disa vitet martuar, ti mendojmë mirë të fjalë. Sa ma larkë të në fjallë. Nëse shejtani bash atë moment nervoze, ti bije kita to vugjuhet, adin kita to format, po pak që i kemi ledzu, dim t'i hikim. Dim t'i hikim. En ti talik, ti je talike. Talik. Talik do të thot, kam dhanë një talak. A i vizatum talak ata gjendra. En ti vajzo, ti grue, je talik, do me thanë, e ki e mo një talak, ta kom dhanë. Mirë po, hiq pa unë dërprer, me thanë, inshallah, ose, kje një rob, dhe robit i thush, ente hurrun, inshallah, të lirova, a gjinafi ki qif, sa dhe dale, inshallah, thush, ta shojmë qka të ndodhe. Ose, thush, për rizat Allahut, unë dë jap qka që qka të sadaka, inshallah, thush, ose, qkët liber, ta blej, për çkaq dhe ti hazër, po, ta qelish ku letrën ti marish paret, apo se unë thash. Ta blej çket liber për çkaq, te ki qif di marish paret, dhe në thonë, inshallah dhe ta blej, çka ndodh? La yejibu alehi shay'un fel ahkamu tebtul. Asgjë nuk lidhet për këtyne marrveshjeve apo fjalëve, këtë që këto hukme të prishen. Pse? Pse ke thonë, inshallah. E njëjta është edhe me imanin. Imani o diçka shumë me vleshme se me bo shit blerje, apo me lidh një qah, apo me bo talak me gruan. Prandaj në këto punë, hiq ma ish nuk duhet me thanë fjallën, insha Allah. Besoj. Këto, po, këto mund të dhe shumë. A i kuptoj ma në? Ndoshta taj pëse i fejon, se nuk duhet të t'i marrë zheshën, në s'ka lidhje. Wa fi hadha al-qadri kifayatun lil-aqili. Çka me të këto 2-3 rreshta që ti dha sqarime, besoj se i mjafton një njeri që din të mendojë mirë, apo. Nëse në ahkamet të fikut nuk vlen këto fjalë, pse ke thënë inshallah, atëherë kur e thush imanin se ishte pjesë, më thon pjesë e imanit, po ishte obligim i imanit me shqiptu me gjuhë, atëherë duhet me imat fjalët, inshallah nuk do themi. Po xho mos e zgjat be shumë se këtë problem vërtet nuk e kemi. Majre realisht nuk e kemi. Neve, kur e thujmë shahadetin, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, inshallah nuk themi në fund, apo. E thot tash, mirë po, është transmetuar nga disa ulema të mezhebit Esh'ari, nemi Maturidi, aty në Esh'ari, dhe tash dhe e sqaroje pa ky myfti, në vaktin e Abdul Hamidit që ka qenë, çka është kjo punë tash. Ato kanë thënë se mund me thënë, unë jam besimtar, inshallah. Po si e kanë thënë këtë, bina en ala en el ibra fil imani wal kufri wal saadeti wal shaqawati bil khatimeti. Duke unë bështetur në këtë se, a ki e iman, apo je qafir, zotin arrojt,
A do hysh në xhennet apo do hysh në xhenem, Zoti na rujt, këtë kanë bëjnë me frymën e fundit. Prandaj ti pse nuk e dish në frymën tënde të fundit si do përfundojsh, Esh'arit kanë thënë mund thush inshallah në këto raste. Ama në jetën çat do kish. Thush jam musliman, inshallah do me thënë në frymën e fundit do jem musliman. Kështu mund ta thush. Kështu s'ka problem. Do me thënë Esh'arit kur thonë mund thush inshallah, neve themin këtë jetë e kanë. Mund të jetë një njeri të vdesë musliman. Qoftë edhe ta në jetën e tij nëse jeton si kafir në për gjunafe. Allahu Teala na rujt apo. Nuk duhet me hinder hak kërkujt. Mund ta shofish rezil që gjithash parës, pa në rok, pa në rakisë. Një te u beban, të kalon edhe mu edhe ty. Edhe ty të kalon, e në mu më kalon. A unë nuk e di frymën time të fundit si do ta kem. Ama mund ndodhe kjo, mund të ndodhe. Njeri jeton ta, njetën si qafir, frymën e fundit, ta ke thot një shahadet, a ju pranu? A i pranohet. Sigurisht që i pranohet. Bila i shkon 0-0. Neve shkojmë me gjunafe në botën tjetër. Po edhe anasjeltas, po edhe një besimtar ka qenë, Allahu na rujt, në fund devion, frymën e fundit, para frymës fundit, bën në një qufër, bën në një shirk, Allahu na rujt përfundon përjetësisht në xhehenem. Thot tash ky myftiu i perandorisë Osmane. Thot, shkrimtari, autori i librit, kush ishte? Ha? Semerkandi në banjamet. Hakime Semerkandi, majrë. Sot, kjo me thënë insha Allah e presh këtë fjallën e imanit, sepse a i vetësh në meshebin e Ebu Mansur el Maturidit, që është meshebi hak në akide. Dhe thot, akidja e vërtet, që këto në reshta që janë shkrujt me lene Abdul Hamidit, perandorin Osman e këshu mësu fe islame, gjema. Akidja e vërtet, meshebi vërtet në akide është Maturidi dhe Esh'ari. Ato dy kanë qenë hoxhallar të mëdhej, ulema të mëdhej, këto nuk janë përçarje, po vende gjeografike, ky ka jetu me një vet tjetër, ai me një vet tjetër. Janë përhap lloj-lloj bid'atesh, mirë po për ta mbrojtë ehli sunnetin talebet xhamatlit janë strehu sikur në hijen e dijes së këtyne ulemave. Dhe për çat u kanë bet me emën Maturidi e në Esh'ari. Sot kështu të themi. Edhe sot janë përhap shumë fitne. E në themi, ja dhe jesh me Mulla Jakupin, ja dhe jesh me këto qerët. U bo me sep më kjo, sikur në akide me sep. Edin? Ka Mulla Jakupi kurije, jetë që kështu. Maturidi ka konë gjema, mos dyshojnë atë i kështu. Hiq, mos dyshojnë atë. Këto qerët nuk janë Maturidi, janë diçka qetër, do me thanë, tja përmendim, moja përmendim as kujt emrin, unë nuk jam njeri që mund përmendi emra, nuk është mirë me përmend emra, se nuk e dim frymën e fundit si të përfundojnë. Mund të përfundojnë shumë më të mirë edhe se neve. E në akide, në vepra. Abe hoxha i nuk thënë se dim. Hiç nuk e dim. Tama. Shembull, anasjeltas kemi. Mu shqyqyr Allahut mësim nuk më ka dhanë. Ama në medreset tona ka dhanë mësim për akide njeri. Ka shkrujt libra, ka përkthy libra, me vëllimet mëdhaja, tash i thot vetes ateist, stakfirullah. Profesori akides ishte, ateist ishte. Një mesele vetëm e kundërshton të Mahmud Efendin. Thoshte, si ky alim nuk ka, edhe unë e du shumë, bilen medreset e Mahmud Efendis me rrok, pi aty qonë buk në shtëpi, një mesele thot, së ne pranaj. Habe hoxha Efendit kish mbet në qatë mesele? Habe të kish mbet qatë mesele, o hoxha? Tash mos e një thom hoxha. O ateist, të kish mbet vetëm qatë mesele, ajo që e kundërshtoj se hoxhën. Me mendime, ka mendime të ulemave. Disa thujnë kjo e bardh, disa thujnë kjo e zez. Disa mund të ndjekin këtë mendim, disa këtë mendim. Ama pse nuk të shkon për shembull zemra, për herët anuish ka mendimi që ka qenë edhe hoxha jotë. Mos jema i ditëshëm saj? Jo. Te paske komplekse, dhe këtë kalco e shpak diçka. E ja ku të qoja i kompleks. Televizor du njeri, e thirin tash në për programe, e qesin tash në për programe, hajde fol tash. E në aqë nisko sejlën, themi ka pa dhe një gabim dhe një talebes ati. Ka pa dhe një gabim dhe një hoxhës, profesor që i themi. Tash,
individualisht, ka bodën i gabim, kush pej neve s'kemi gabime. Tash ato i përmend sikur çkshu jon kit ato shkollat, ato medreset ku mësohet ehli sunneti. Bre khain, po te pi brenda e pas ke pi ditën e parë. Se me kon hakikat njeri, thuish unë ndajta, ama ato nat veten ishin kështu. Një njeri gjihine për shpajat e qerve në mapa flet keq për rendin e asaj shtëpis, ku ka vice madhe është. Duhet me pas shumë kujdes. Atash me që nuk e di fundi jem si të përfundoj. Dhe kjo bo një mësim shumë i madh për ne. E shumicat e talebeve në vaktin tem Istanbul e kishim shu ndër një ditë bëhen asijaj. Unë njëherë nuk më ka shku ndërmend bëhem asijaj. Pse? Mahmud Efendi e kish mjekrën e gjatë e kish shkurt. Thysha naves. Nauk, çka? Ha, do të thot kjo kriteri. Jo, belo, çka ma. Pse tu pa të bëhem si hoxha jem që ati ja ham neve bukën, shkoj. Nëse jon këto pak do tema të thella, nuk du t'i ngarkoj xhamatlit se vazhdon tema. Do me thënë, akidja e vërtetë e ehli sunneti qenë ka me kanë Maturidi edhe Eshari. Prandaj ato janë dy ulema të mëdhej tham. Ebu Mansur el Maturidi është nxënësi i Ebu Hanifes në derexhen e dytë. Me dy hoxhallar mbrin me njerëte. Ebu Hanifja, Imam Maturidi. Ndërsa Ebu Mansur ndërsa Ebu Hasan el Eshari është nxënësi Imam Shafiut në derexhen e 4 apo të 5. Dhe mezhebi i këtyre dyve është i përputhshëm me akiden e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mezhebin e pejgamberit dhe mezhebin e sahabëve ridvanullahi taala alejhim ejma'in. TikTok ndryshe folet. Në Google bile ndryshe e kije, ChatGPT bile ndryshe e kije. Qitapet 150-160 vjeçare, që këshu e kije. E në kjo kam su pi ati, që është njën të pejgamberit, që këshu është. Që kjo ka kanë gjema. Që këtë neve jemi tu e hup. Allahu ta'ala në erujt. Allahu nuk ka nevoj për neve. Kjo akide, Imam Maturidi e në Imam Esharia nuk kanë nevoj për neve. Ne kemi nevoj, a dhe bëjmë me dije ka imi neve. A kina qitë dë njerë nga goja një fjalë pozitive për këto dy imam, ku sot, kur i përmendisht këto dy imam, të raskapitin në për jetën sociale. Gji nuk thujnë, dervish, sufist, këtë. Kjo Eshari Mutezili. Do në thosë Eshari Maturidi, kuptoj? Eshari Mutezili. Kjo mevlanie. Komentet e gjahilave, i lezoj shaninat. Kjo mevlanie. Gjithu shtush, mevlanabin, e kom një shot që të. Më vajnë baret i thomë shot, se o me i masu në mosh, ama do shta do në those, me ati ka raportet e majra. Po i kom, gjem të veti ka pat talebet e unë, do shta për atë e ka. Ave do në those Mevlana Gjelaluddin e Rumi, do në those Mevlevi Gjahili, s'kom lidhje me Mevlevin, ama qa? Gjahil. Ashtu i mësojnë ato hoxalar. Edhin, halal është këtë shaje, shpif, thujt shmos, se ki nuk o ka ne. A ju më keni mu dëshmitar këto. Nuk o ka ne, thomë vetëm nuk o ki Maturidi Eshari. Ama sun thomë unë se ki pa i ndrok, stakfirullah. Nuk mund thomë unë e ki me zinxhiri bie vetes për 10 Muharrem, ditën e shijave. E mezhebi këtu ne quhet mezhebi ehli sunnet vel xhamatit. Ndërsa sot në vaktin ton ka shumë fërka, do të thonë fërka në nejthëm, shumë fërka ka, shumë sekte. Shumë sekte që e mohojnë rrugën e këtyre dy imamëve të mëdhej. Mirë po thot nuk duhet me u marrë shumë serios ato, se janë ato tipa që kanë bëhet tebdilu shekl li ejlil ekl. Proverb arabe që në e ndrojnë formën për buk. Njeri për buk, për pare, nuk duhet me ndru formën. Dhe kur se pagun pak ma te për pare, thash pak metaforikisht, shumë ma te për pare. Shumë parja ma e madhe vërtejtet, këtu e ndrun dinin e Allahut. Tamam. Nipat e hoxalarve Maturidi Eshari që kanë qenë këtu, neve si fëmi kur kemi shku të ato i kena mësu të falmen dhe akiden e ehli sunnetit, sifatet e Allahut, kur u rritëm për pare shkum do shtetet të ndryshme, ka bota arabe, dhe prunëm këtu qëtër din, qëtër akide, qëtër mesep. Që? Për buk, thot e kanë bakët. Gjyna. Thot ato janë fëmi, ato janë lehu e labë, në më thanë loja dhe argëtime, nuk duhet me umar shumë e shumë serios, kema shahedna fi asrina, gjem anë gafiran minhum. Ashtu si jemi tu i dëshmu se shumë tri shkën, dhe thot, ato i devjojnë njerëzit, ato i devjojnë ropë të Allahut, sidomos thot minet duafaj, Shqiprin, Kosovën,
Maqedonin, zaifa imine, roga minimale dihet se është. Ne për pare pak për një rogë, shesim me din, me iman, me vatan, me namus, ne kiti shesim. To shtetet e vogla dopta. Ti qeka Tajikistan, Majikistan, vlojkan. Kallëzojnë ato. Hoxhallar, kole kina pas. Myftin e Tataristanit e kom shoq. Po, numrin e kom WhatsApp. Kina fol shpesh. E na i kam cute medreset tonë, Istanbul. E na im tregon të që. Gjika qëtër do shtete, Tataristan. E këto që kanë bet varfra mas BRSS, neve mbas Jugoslavis, s'kina dit ku të orientojnë, do epten mo e murën kahjen ka Evropa, këto qerët, t'kapesh dhe kun, be? Që këtu t'kapesh? E ne ndrum me din me iman. Doptit, well, gafilin, gafila. Darsma, vetura, qefi, ajo, kjo, TikTok, Instagrami, e ne del një hoqë, hoqë, se kom dit une se kësha u kana. Bre. 600 vjet në musliman nuk e kemi dit, se ke dit se a duhet marish njet, a duhet bëjsh, kur marish abdes, ose kur marish gusën. A i kje farz, apo i kje sunnet. Që këtë nuk e dish hala. E në duhet të mësësh pin TikTok, e në atë me të pa, me këshu me sy, se si miret gusli. Pse një ilmi hal një dritë të zemrës së në lezove. Gafil që? Minel awam, e ledhine kel hevam. Jalëshoj. Së ne përkthej. Jalëshoj. La ja'lemun e dine, vele l'islam, nuk e din as dinin as islamin. Ulemat ashtu kanë thënë. El awam, kel enam. Avamët, njerëzit e rëndomt, janë si kafshët, si delet, si dhend, ka t'i shtysh që andej shkojnë. Big Brother. E po Big Brotheri në aspekt fetar, që TikTok, filma. Për pak kene në mu të mbo ashtu. Elhamdulillah, shpejti hapa sytë. E në njerë e ripërsëris, pak me qetësi dhe me maturi, nuk jom razi shkputjet e derseve të mia të përdore në Instagram edhe TikTok. Vetëm do raste ku kam fol halis këshu, o gjema besojni Allahit, mos e shaj nanën, mos pi drog, këto që se prekin as njanin. Në TikTok të hysh këto tema e shari, maturidi, vallaj, billaj, tallaj, s'jom razi, se ma pengojsh punën që du të bëj. Unë nuk duaj njeri mu të njofe dritë me këto temat për herë të parë. Apo, gjdo puni ka metodat e veta. Te që të shkush në punë, bismillah, dritë të përmendish një mesele ma të thellë atje, kontabilist ose ekonomi ose ustalek. Hap pas hapi. Dritë t'ja përmendis cekin, që ka shtë dalë në fund. Në këtej, duhet t'ja përmendis që ki material, qëkët, aje formon diçka në kraje, e në kur japish ma pa qëmimin, tamam e kuptojsh. Bismillah, dritë, këto qerët, ne këshu këto qerët, mos, 7-8 vjetë neve mbajmë ders. Nuk du t'kese dhe kushi antipati kote kote. Kjo sa i përket mesele së, a duhet me thanë, inshallah, jom musliman apo jo. A duhet ma me thanë? A kena thanë dë njerë? Nuk se nejna, maturidi. El meseletu thanje, unë dësha për 5 minuta të bëj këtë meselen e parë, ama gjajti u bon 3 derse vetëm meselja e parë. Tash dhe e bëjmë meselen e dytë, a i kuptojmë a nuk? Besoj se të kuptosh me në temë. Gjimine? Imam Maturidi me 2 ose 3 hoxhallar ka mbrojtë e buanifi. Zotëm të imam Muhammedi pëse mbron me 2 hoxhallar, do thotë e njëjta gjë. A Kixhi e ka shkujt këtë libër, në ki muftia i perandorës Osmani, Halis Hakim Semerkandi. A i gjë e ka shkujt librin, e naj me 2 hoxhallar mbron të imam Maturidi. Në sa nga të pejgamberit, sa nga të sahabë. Vazhdojmë se me meselen e dytë. Do me thënë, meselja e pare qitapit ishte se imani nuk ndahet, dhe kure shqiptojmë imanin, nuk duhet me thënë, inshallahu ta'ala. El meseletu thanje, meselja e dytë është se, jem begili l'mu'mini, kjo të na duhet shumë gjëmat. Përshat, mund të zgjasim pak dersin, te e para nuk kemi problem, inshallah nuk kemi problem, ama vërtet, nuk themi as inshallah, as nuk dyshojmë nga 6 shartet e imanit e kështu me radhë. Mi po kjo djetë edhe diçka pak ma praktike. Jem begili l'mu'mini, duhet një besimtar e la ju khalife gjemaat el muslimin, mos e kundërshtoje gjemaatin e muslimanve. Tash, këto janë ulemat të mdhej. Këto ulema, kur i lexojmë, nuk dhe i kuptojmë me pulsin e gjemaatlive tonë në xhami.
se sot kur e shohish pasqyrën e xhamatlive të xhamis, dini ta bën obligim se duhet me I kundërshtu. Si, ai bën axhuzlek. Ai folën keq për hoxhën. Ai folën bashkëpajin e hoxhës. Se dia do më iznohet ai moja përmend emrin e kom një hoxh shok e du për izat Allahit shumë. E ne qëtë statuset mira në WhatsApp. Ne veç me qatë mund të kontaktojmë. Edhe ma ti qesë ndalim, Instagram, Facebook. E ne atë qova një zemër. E në mdullën do aplausa, do letra gjidalin, se di. I kishtë tanë shumë mirë. Ka thonë hoxha këshau, gjia qova lejkë zemrën. 5 herë në ditë I lidhet imamit, 50 herë I folën bas shpine. Që kjo gjemat jonë? Pasqyra e soq më kjo. Nuk dhe kuptojmë këshu gjemat. Ijma çka do thot? Këtë ulemat kur janë në një mendim. Muslimani nuk duhet ndahet nga mazhoranca e ulemave që janë në një mendim. Sepse thot, pejgamberi a.s. ka thënë, ummeti jem nuk bashkohet në devim, dhe kush ndahet nga xhamati besimtarve, sahabët pse I ka pas shumicat ulema dietar, që ashtu I ka dhënë do me thënë një nasihat, I ka sugjeru xhamatlit e vetë, sa në mos u ndajni pi grupit madh të hoxhallarëve. Dhe nuk e shef këtë hak, ai është I devijuar dhe është vetë bidatçi, sepse me rujt xhamatin, bashkësinë islame, është nga ahkamet, është nga ligjet e pejgamberit të sunnetit të tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot tash në koment, u përmend fjala bidat. Bidat do thot me besu në të kundërtën e asaj që ka besu pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe fjala bidat ndahet në 5 grupe. 5 grupe. E para, bidat thot vajib. Si vesh e bidat vajib? Në aspekt të fjalorit, veç kur e përkthesh fjalën bidat. Gjio bidat, një rrisi. Themi, në këtë mezhlis neve nuk kemi pas gota plastike. Na pru vllai gota plastike. Gjiu bo kjo, një rrisi. Me kanë do një arab, bidat. Nga boje. Me kanë shqiptar, joni dhe e fuge. Pse? Bidat. Nuk e pat në atë qëllim. Do me thanë rrisi, diçka e re, apo? E tash, disa jonë vajgjib për këtyne, si për shembull, ke nadhmi delaili li raddi shubehil mulahide, me shkru libra që është e përbër për radhitjeve të argumenteve me I dhanë gjevap qafirve ateistëve që mundohen të ta prishin fenë. Kjo bidat, në vaktin, asnjë sahabi nuk ka shkruar libër kundër shijave. S'ka pas. Ma pa u pidafën. E tash neve e kemi borç me shkruajt një libër me argumente dhe ti radhitim ato më herë, si di kuptoje xhamati, që s'lexon libra dhe rin TikTok për fat keq. Mirë, po ne prapë kemi borç me përkthy shifa I sherifin, nesër edhe libra tjera, dhe ma u servu këtë xhamatlive ton. Çka u bë kjo? Vajib po për hoxhallarët kjo. Ama kjo në aspekt thujemnin të lugatit, të fjalorit është bidat. Rrisi. Këtë sahabët nuk e kanë. Ama kjo vajib. Hem bidat, hem vajib. E nepse do ulema kanë thënë hiçbe, mu e njollos këtë fjalë, këtë veprim me fjalën bidat apo. Se fjala bidat o diçka shumë e keqe. Grupi I dytë është mendup gjithë do të thotë diçka e preferuar, apo? Si për shembull, me shkruar libra fetar dhe me ndërtu medrese. Kjo diçka shumë e preferuar në Islam. Bile mes pat asnjë në atë vend bëhet vajib edhe kjo. Dhe është një bidat mubah e lejuar, si për shembull, mes gjithë lloj-lloj ngjyrash të pemëve. Themi në atë vakët, ku e di, në atë vend sahabëve ku kanë jetu, s'ka pas molla tetofka, ku e di unë. Molla gjelbërta s'ka pas, fjala vjen. Tash moll të gjelbërt, si pas fjalorit bëhet bidat ama mubah. Garant nuk ka pas hamburger me patos. Gjihangrëm atër? Tost me patos. Kjo garant s'ka pas, apo? Ama e qëllë është patosi, o halal, shife përmbajtjen, halal. Tosti, sendviçi, këto fjalë nuk kanë qenë atër, e bidat, ama mubah është me hangër. Tamam.
kur vinë misafir vlezër me i qera, thot është mubah. E katërta është bidat mekruh, e papëlqyer, dhe e pesta është haram. Këto janë krejt ato bidatet që paraqiten në fe. Dhe thot, çdo bidat është devim dhe çdo devim është në fund të zjarrit të xhenemit, ashtu si kalon në hadithe. Mirë po thot, disa bidate përfundojnë vetëm me bidat, dhe dënimi i këtyne është zjarri i xhenemit, më në fund Allahu Teala i nxjerr edhe këto nga xhenemi, i shtin në xhenet, ndërsa disa bidate arrin deri në mohimin e daruriyatit të islamit. Hoxhallarët këtë fjalë e din, daruriyat, zaruret, zort, ne i thujmë turqe ose në qytet këtu. Daruriyat i vjen gjërat obligative, domosdoshme. Gjërat të domosdoshme të fesë. Cilat janë ato? Në fillim dersi xhi përmendëm ato 6 parat. Një njeri te ato nuk mund thosë hoxha nuk e kom dit, ato i kia daruriyate. Si e dish se pa ujë së jeton njeri, njëtën duhet të dish se një musliman duhet të besoj caktimit të Allahit. Nuk e kemi dit në hoxha, gabim e pas kemi dit, lush me daruriyatet e fesë, me gjërat obligative të fesë. Dhe këtu tolerim nuk ka. Shef, mund pish 1 ton raki, Allahu atë mund të ta falë, gjene me bot teubet sinqert, me lejnë Allahu ta falë, me lejnë e ti ta falë. Ama me dyshu të paktën, veç me dyshu, abe pejgamberët a kanë ekzistu, ose bot tjetër a ka, si thujnë xhamatlit e safeve të para me imamët kur dalin në çaj, mas namazit sabahut, në saft pare ka falë sabajn, e ne i thot imamit ton në xhami, po ku e dim bes ka ardhë dhe kush i pia gjetë na kalzoja ka xhenet, ka xhenet. Gjimohoj ky njeri një daruriyat të islamit. Kjo nuk tolerohet. Prandaj duhet sefte me dit, ma pa me besu. Se unë diçka që nuk e di, të nuk e di si ti besojsh. Nuk e di si ti besojsh, nuk e di unë a ekziston ai njeri. Unë nuk e di ki vlla jon a ka vlla. Nuk e di, se më ka përmend asnjëherë. Finalisht nuk e di, nuk e thon këtë për shemb. Ki shoqë jon nuk e di unë a ka vlla. A mund t'i besoj unë ati? Thom, unë e vllajt ton t'i besoj, djalanja 500 euro amanet. Se nuk e di kush është, nuk e di a ekziston. Taj nuk e di gjë sharti i imanit, daruretet e islamit, jo musliman shkojnë haxhillek. Po kot nuk shkon kështu. Dëkun vërtet del. Ku del? Kur e shohin zortin a gjen haxhillek, nuk shkojnë do obligimet haxhit t'i bëjnë. Vend sabah, safin e pare. Fal, shejtani e çon ta thosë edhe neve të dëshmojmë për atë fjalë, pale a ka xhenet, nuk ka ardhur kërkush i pia gjet na kallzoje. Pse? Kot fal ka namaz ai njeri, sot e dëshmoj vetë me gojën e vete. Allahu na rujt. Po çati mbajmë këto ders o xhema. Inshallah nuk u duket bezdi. Unë nuk du, edhe Big Brotherat na duken më interesant. Hele futballi, Manchester City, Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe na duken më interesant se këto. Se shif fundi 90 minuta nuk do zgjase ky ders. 90 minuta nuk do zgjase ky ders. Ama kur i qëllojmë ato glupostat, hiç as nuk na koten syt bile kështu. Pak për fe fol. Si ka thënë pejgamberi alayhis salam, a vetë kisha pru këtu një mish të pjekur me yndyre. Kit Medinja do kishitar këtu. Pse s'vini me xhamat ta falim yatsin sabahin, si kalon në hadith. Pejgamberi ka qurtu donjë shokët e vet. Se va do të mirën. E neve tash apo? Ta kishim pru këta një darkë të madhe ta shtrym. Nese, Allah ju shpërbleft. Juve këtë e mbajmë kështu dhe të në privat. Dhe thot tash, Hakim Es-Semerkandi, me rrujt sunnetin e pejgamberit alayhis salam është fars. Do me thënë, muslimani nuk duhet ndalë nga xhamatlit, nga xhamati, nga bashkësia islame, dhe nga bashkimi i muslimanëve, duhet kitë bashkë jemi. Dhe kitë njëjtë të besojmë. Ulemat, shumicat kur besojmë kështu, edhe neve duhet besojmë, nuk duhet ndajemi. Se kjo është pej sunneteve të pejgamberit. Me mbrojt sunnetin e pejgamberit e kemi fars. Shif nuk tha me e zbatu sunnetin e pejgamberit. Terlek mbajsh, lumi tej, sunnet zbatujsh. Mje kërkije, lumi tej. Ama dëkush kur mundohet të ta shaje hoxhën që ka mjekër, ose mjekrën në përgjithësi, ose terlekin, taj mo e kije fars atë të rrujsh.
ta rrujsh në këmëzine. Ta rrujsh e moshaj, më shinegojnë ti thush, tamam? Aspekti i praktikës, më varsisht. Nëse ka kam farz, jatësin të falish farz e kje. Farzin e jatësis. Son synetin e jatësis të falish, gjë e kje? Synet i fort. Dëkush i ta hoxë më mërzitet bë më falë, son të sëndë e fali, dhe thush, ani me loqë, ta e dish, hupi shumë. Ama ndrysho të thë se hoxë nuk ka be synet në bram jatësis. Atër duhet thush, më shile gojen, më shit mend, ka edhe pik, po hoxë nuk i di argumentet. Ani, e di se ka thuj, ka e në pik. Nuk e di, ama ka, po. Këtu tolerohet mos i dish argumentet. Hajt, ama të shartet e imanit ju. Si ka thënë Allahu Teala, "Wama atakumur rasulu fakhudhuhu." Çka do që t'ju ketë dhënë pejgamberi, çka do që ju ka sjell pejgamberi, fakhudhu, më njerë kapni atë. Wama nahakum anhu fantahu. Dhe çka do që ju ka ndaluar nga i send, më njerë lenja, largoni pi asaj. Pejgamberi alayhis salam këtë ka thënë. Dhe njeri i Turqisë që e përmenda parës, që mundohet me i deviju njerëzit me vaveth imanin si shejtan, thot këto synit, e në këto s'na dun neve, e në këto na thujnë mishrik neve. Një që do qetë që na thujnë mishrik, shirk bidan, e në këto të njëtën na thujnë. Këto i manipulojnë ajetet kuranore, dhe i komentojnë ashtu si i kandet atyne, kështu e thot njeri. Shifni tash dhe e lexon këtë ajetin, se kjo fundi ajetit. Ajetin fillim ka të boje me plaçkën e luftës si dhe ndajsh. Fej që i thunë. Fej i vajnë plaçka e luftës që fitohet me diplomaci, me marrveshje. Hiq palujt shpatat, frigen ato qerët, e bësh një marrveshje në tash të japit një ganimet. Fej i thunë kësaj. E pejgamberi a.s. çka ju ka dhanë aty në pikton, pranonja thot pe Allahu Teala, nga çka ju ka ndalu, largoni pi asaj. Vërtet që kështu është ajeti dhe që kjo ka qenë ngjarja që ka zdrip edhe ky ajet. Mirë po ky xahili, pse s'ka studiu, nuk ka mësu, pa lekune për podrume është end, nuk e din një parim. Islami ndërtohet mbi parime. Kësa i thunë, sebepi që ka zdrip i ajetit, sebepi mund të jetë special për një rast. Ama hukmi asaj, ligji asaj vlen deri në kiamet edhe në raste tjera. Tash pejgamberi a.s. nëse fjala vjen tash, e bëjmë një skenar. Jemi neve sahabët e pejgamberit. E pejgamberi ka thonë, çka mund ta marrish? Merre. Çka mos e merr? Nuk do e marrish, apo? Nëse ishim edhe ne pjesëmarrës në atë luftë, në atë diplomacitë, në atë marrëveshje, në atë fe. Po e njëjta vlen kur të thosën mbas disa ditë pejgamberi, kjo altan gruas tande mund t'ja japish, kjo altan vllau tan, çon ja japish sa është mashkull. E njëjta gjë është. Për ditë nuk do vinë ajete tjera, se do bëheshin 60 miliarda ajete. Pafund ajete do bëheshin. Një Allahu ta ka zdrip dhe ka thënë që kjo, çka të ka thënë pejgamberi? Merre, kët mos e merr. Atëherë kjo vlen për çdo fjalë të pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo ajeti më i fortë që tregon se ka hadithe. Thonë edhe në jetën praktike pejgamberi do të thosë kët punë mos e bën, nuk do e bësh. Nuk do vle vetëm për atë plaçkën e luftës kjo. Qatë nëse nuk e mësojmë mirë fenë islame, do kemi shumë probleme. Dhe unë e shoh tash, prandaj dhe jam pak i dëshpëruar. Caktimin e Allahut mundohemi pak me ato tona që ne ka dhënë. Ja Rabbi, o të shku me nikahje milleti jonë. Si e hangrën thekën se gabime pas kemi neve me sep që kemi ndjek, a desh veç hadithin unë ta marë, se Albani kështu ka thënë, qibrin hava. Qibritash? Qibrin hava. S'ka lexuar asnjë libër sheriatit? Thot Albani ka thënë kështu. O, Zoti e udhëzoft. Të njëjtit tash do e thunë që kët, as synetin nuk do e pranoj, drejt do shkojnë në Kur'an. Dhe kët kahje ka marr popullata jonë. Disa shkojnë këndej, disa andej. Shumë pak mbesin këtu. Allahu Teala na udhëzoft, Allahu Teala na rujt imanin edhe akiden. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, men dayya sunneti, kush e harxhon sunnetin tem. Si da harxhohet sunneti? Bi ademi ittiba'ihi, duke mos e ndjek atë sunnet. Sunneti kryesor është në akide, mapa edhe në praktik. Hurrimet alayhi shafaati, i bëhet haram shafaati jem, do me thënë nuk do të ndërmjetësoj botën tjetër. Wa man ahya sunneti, e kush e mgjall sunnetin tem,
fekat ehyani, më ka ngjall mua. Wa men ahyani fekat ehabbeni. Dhe kush më ngjall mua, do të thotë se më ka dashur mua. Wa men ahabbeni, dhe kush më ka dashur mua, kanë me'je fil gjenne, yawm al-qiyame, do t'jetë bashk me mua ditën e gjykimit në gjennet. Ja Rabi na bëj bashk me këtë të dashurin tonë sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, kush e ruan sunnetin tem, Allahu Taala e nderon atë me 4 tipare, me 4 cilësi, me 4 dhurata. El mahabba fi qulubil barara. Do ketë dashni për atë person në zemrat e njerëzve. Njerëzit do ta duan atë, pa kur një far interesi. Allah, ja Rabi, ti e di se sa i duan e hoxhallarët e mi. 1 gram interesi nuk kam pas çështje materiale. Po vallaj, njëherë strujen nuk ma ka pagujt. Njëherë kur u martova, kur e mur vesh se jam martu, një si e bëjmë edhe neve, në zarf, në plik, i kishti pak do pare, që hedije, kujtim. Ne e bëjmë këta. Ama këshau, ne do të pagujmë taj bëne këtë punë, me asë njënin sekund. Se hoxha më ka thonë, më gabësht të ishë në ato luga. Për pak që këshau ke njëni tu më afrau, tak mu më tek hoxha i thash, për të majrë. Për qatë jemi me një zyrë të vogël. Për qatë, bas 7 vjetë, erë dhurat një mikrofon nga një gurbeqar i dashur. Ama shef, me mehabet, me dashnit madhe ka. Për qatë qima i në qizon me kamerë. E në qima, kur dhe thosë se hoxha nuk du mo të ta bije kamerën, i thonë, sos puna qima, na falë. Prap falimin der, njën sot. Për qatë, ani të mdu njerit vetëm për i zatë Allah. Hoxhallarët që vinë, ka dë njerë përsërisim do mësime. Nuk thëmë se unë i mësoj ato, ka dë njerë përsërisim për i zatë Allahit. Vallaj, sa në siguroj unë asë një vend pune në nesër, do qelim do një shoqë. Ska mune asë i rethe. Për qatë, vesh për i zatë Allahit. Nëse dëmë dush, din gjoj shto derse, dhe jetu ish fen islame në shtëpi, e në qaqë. E para kjo. Wal hejbe fi qulubil fejara. Dhe dhe ketë një hejbet në zemrat e fajirve, gjynaqarve, kriminelve. Dhe do se të nguce, ama prejtë bënë se kjo. Ma mu defendin, për gjali kanë dash të hanë, edhe atentati kanë bo, ma së ne kanë prekë, së ne kanë ngucë, kanë dash të helmojnë, i kanë hy deri në shpisi doktor, ja kanë ndru ilacet, nurit hoxhallarve, ma mu defendis ju fry ftyrat që ka që ja fry, Allahu Taala kur don ta shpëtoj e shpëton. E na të ndrojsh ilacet një njerit 80 kusur vjeçar. Apo. Wasa'a fi rizq, dhe dhe ketë bollëk në rrezik. Rrezik dhe ketë për herë, hiç mos friget. Për herë në xhep dhe ketë do pare. Ta blieni buk. Vetur dhe ketë, zyrë dhe ketë, kamerë dhe ketë, ama nuk dihet mbajnë min tënd. Për qatë më bështjet ju Allahu gjelle gjelare. Një për hoxhallar vetëmi se disa eri përmendi do hoxhallar. Kemal Efendia. Kështu ka jeta, për i zatë Allahut. Erdogani ja hapi medresen e Hafëzlekit. Një cini Mubarekit këtu në Tetovën e Mulla Mahmudit. Kush erdh në hapjen e qati mektebit të bukur, ku nxjerr Hafëza, ku nxirrte Hafëza Mulla Mahmudi, erdh Erdogani. Ta çon njerin që ka 100.000 gajle agje, vjen këtu, ta hap. Veç, kur e ndjekish sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa thiqa fi din, dhe ta bën nasib të jesh shumë i fortë, këmbë ngulës, stabil në dinin tënd, nuk labil. Një javë dhe vajnë derse, 3 muaj do hupe. 3 derse dingjoj, 30 Big Brother a di qëlloj. Gjijet e bote, vendos, a je musliman a ju. 2 javë dhe dalë në xhami dhe falem, 7 muaj nuk dhe fali hiç namaz, te gjije beloçk. Gjithë duke ty fe islame. Me të thanë Allahu, a lojtu duka une. Provo këtë bane në një shoqat kulturore për vallëzim. 2 javë shko. Javën e 3 po nuk shkove, që të piliste, thot, nuk i e për këta. Shko në fitness 2 javë, lene 5 muj, a i profi e njerë nuk dhe të marrë, dhe thosë të i skone serios. Shko në sport s'kin nga renta gje. Mu mos ma merë vaktin. Dinit të Allahut? Ka ardhë në përdo e there, do me thonë në përdo rivajete. Innel mutemessike bi sunneti inde fesadi ummeti. Ai që kapet fort për sunnetin tem, kur është prish ummeti jem, në vaktin e fesateve fitneve. Qatë vakët neve që jetë.
Felehu ejru mjeti shahidin. Ai do ketë sevape për 100 shahid. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, do vinë mbi njerëzit një zaman që syneti jem do lehet mbasdore. Do lehet mbasdore syneti jem. A me ders ka. Këtë javë nuk shkoj. Synet më të fortë se derse s'ka. Synet më të fortë se kjo s'ka, o gjema. S'ka, ta dini. 5 sekonda s'kje dritë hysh vonë këtë ders. Se ti nuk e vlerësoj ke synetin e pejgamberit alayhi salam. Pa çat unë ç'a përdisem këtë. Kalem këtë. Shama, nanën, gruën, shama, do thëmë, je mashtru, t'ka mashtru shejtani. Në derës të hysh me vones. Qa që pas ka vlerë për ty, pejgamberi alayhi salam. Hoxha mos e teproj, jo beloç, këqa jo është. Ulemat, qa të thë? Beso, mos beso, që kjo? Nesër kur dhe punësohemi, me një punë që dhe në apim 50.000 euro, atë ditë është takimi, me gazdën, me shefin. A mund të hysh 5 sekonda me vones? Nuk, të lutem, kjo pejgamberi. Këtu është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do me thonë, një vakët ku dhe lijet mbas dore syneti jem. Dhe dërim gjalen bidatet, dita ditës, dhe njëm bidatet reja. Ato ditë kush dhe ndjeke synetin tem, do mbese i vetmuar, garip, si në gurbet, vet a gjë, apo, hishtë në njën film a gjë, të merë mali për nanën, për ba. Njënin nuk e kijeni ilaç të tabgjie. Unë e kom përjetu këtë studime. Fejti që mu bëjte, dvejnë bare ti thushe, na i kam simet e veta, gajlet e veta, shkobe ma blin një antibiotik. Që e fejtin, me gjilpan, do shta dilqe vet, që shoish gajlen vitit jam bajsh, kur jem vetmi. Wa wahiden që i vetmuar dhe jetë. Nuk da kiesh as njonin ngatë. Shqyqyra Allahu tash në shpërblen. Do me thënë, halas paskar fiksa i vakët. Ama në atë vakët jemi të shku, këtë jeni të bindur, o gjema. Jeni të bindur se në atë vakët jemi të shku. Jemi të shku në një vakët ku janë të haru një nga një hoxalarët tonë të vërtet. Bas 2-3 generatave, frigem se nej pijeme, nej pijot, Myfti Menkin, thëmë, dhe njofte, Mulla Mahmudi nuk dhe dhije. Dhe dhije qishit këta u gji. Habe thëmë qaj besimin do shta dhe njofte, Mulla Mahmudi nuk dhe njofte. Bare Mulla Mahmudin e lavdron besimin. Po fregen bas 2 generatave dhe na pidafen hoxalar, gjithë na ishajnë Mulla Mahmudat, tash halasën e shojnë atë hapsir, terenin se shojnë halat gatshëm për atë nivel, ama fregen bas një 2 generatave. A dini kë gjeti kjo gjemat. Pejt një hoxalarët para një 30-40 vjetë që kanë studiu në Arabinë Saudite. Pejt një, qka kanë mendu atëherë profesorët për Muhammed Ali Sabunin. Tamam. Ose për Sulejman Gavocin, e ne pejt një sot të punësuarit qka mendojnë për që këto 2 ulemat të mëdhenjë. E ne pse janë përjashtu nga universiteti ku kanë dhënë mësim. A gjema? Me një nivel ku Instagrami, TikToki, feja islame, motra muslimane, vajnë bare t'i foljen këto tema. Hindë njerë shumë thella ma që kjo. Në gjie shpejt. Mas 2 generatave, Mulla Jakupin nuk në e përmendim për të najrë. Se në mezhlise private përmendet për të keqë. Edhe kemi qenë në ato mezhlise, ne kemi njën njerës që kanë qenë në ato mezhlise. Mas 2 generatave, kur di harrohet emni, inshallah as njerë mos ju harrohet. Ama kështu si shkon dë harrohet. Kështu si shkon dë harrohet, o gjema. Me video short sa ka 30 sekonda, normalisht se janë 1 saat e 5 minuta janë ba. Nuk dhe kese, mo, tradita nuk dhe jetë ashta. E në dëmbesi shi vetë mua, dëmbesi vetëm besimi mban ka 1 saat dersi. Kitë bëjnë me shocat ka 20 sekonda. Filma për TikTok dhe bëjnë. Qashtu dëmbesim duke. Shqyqyre Allah sot ka ende hoxalar, shumë matë mirë se unë. Ama janë të unë plak ato. Dhe shkojnë ato dëmbesim neve vetë. Kjo generata jona dëmbese vetë. Vallaj dëmbesim vetë. Allahu Teala në rujt imanin, duket edhe pak afrohen që këto vakte, se dim neva e kemi atë guzim me mbajt imanin që është të dorë. Allahu na bëf nasip që këto qitape me i lexu mirë, me i kuptu mirë. U bo bajgjit gjatë, mu m'jep knatësi kjo që kini sabër të njëni kësha. E në pin internet pas ka vlezat që vërtet seriozisht du në t'i njën këto. Ama juve u kap taksirati se duhet 1 saat trajni këto. Aje ka internet kolaj, apo pajnë uj kur të mërzitet e ndalë pauz, del në balkone, pajnë një cigare e vajnë prap. Ama juve jeni këtu, po ju e mirë një 100%.
për çat mendimet që u vinë ndonjëherë, këtë va thon për izat e Allahit. Af, sham gjat, duhet t'i luftojni ato. Kjo pjesë e xhihadit. Luft jetash, dyshmani dhe veje, s'ka qare. Nuk dhe fregesh be, non stop dhe jesh i koncentruar. Në tash dyshmani, shejtani vejnë, a e te proj be, luftoj ato mendime. E kuptoj, ama inshallah, duhet vëmsoj edhe si duhet luftojnë ato. Neve usulu fik hynë të hoxha ndërës, 1 saat e 40 minuta. 1 saat e 40 minuta usulu fik në gjësh, do të thot, duhet kjesht një shpajt talismo të fuqishëm, ti bëjsh balla asaj. Non stop në koncentrim. Nese, ma bëjni halal, inshallah të kenë dobi që këto derse, Allahu Teala në i baft mos i harrojmë këto emna të mëdhej Imam Maturidi, Imam Eshari, dhe hoxhallarët tonë që ne kam mësuar këtë akide neve këtu, dhe me këtë akide na bof nasib ta përfundojmë këtë dynja të përkohshme dhe mos mashtrohemi për të mirat materiale apo për lojra dhe argëtime si tha myftia i Abdul Hamidit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.